Pas Teutës dhe Kamzës, Vllaznin e pret një tjetër ndeshje e vështirë. Të dielën në orën 14 Kuqeblut do të luajë në Laç ndaj Tiranës. Kryeqytetasit vijnë pas një humbje me luftetarin që u djeg shumë dhe ndaj Vllaznisë do të kërkojnë me çdo kusht fitoren. Zëvendës trajneri i Kuqebluve Aleksandër Maxhar thotë se kjo është një përballje e fortë, por shkodranët nuk do të shkojnë në Laç për turizëm, por për të marrë pikë. Team is ready 100%. Skuadra është 100% e gatshme dhe ne njohim mirë kundërshtarin, prandaj e respektojmë shumë. Por ne nuk do të shkojmë Laç për turizëm. Ne do të bëjmë më të mirë dhe do të mundohemi të luajmë një futboll të mirë. Natyrisht do të japim maksimumin për të marrë 3 pikët. Atmosfera pas 2 fitoreve me Teutën dhe Kamzën është pozitive, pasi kemi harruar edhe humbjen me Laçin. Tek lojtarët është rritur vetbesimi, prandaj ne synojmë që ndaj Tiranës të marrin një rezultat pozitiv. Mesfushori Ylli Hoxha do ta nisë nga minuta e parë dhe Maxhar është i kënaqur me paraqitjen e tij. Gjithashtu ai vlerëson faktin se ndeshja do të luhet në Laç. He improved a bit last 2-3 weeks. He showed some good things and it's good for. Ai është në një formë të mirë në 2-3 javët e fundit. Ka bërë një paraqitje të kënaqshme dhe është mirë për të, pasi shënoi edhe 2 gole në ndeshjen ndaj Kamzës. Sa i përket zhvillimit të ndeshjes në Laç, është shumë e favorshme për ne. Të luash në një fushë neutrale dhe sidomos afër Shkodrës na ndihmon ne. Nëse dikush sot ne na kërkon të firmosim për barazim, atëherë do të jemi shumë të kënaqur. Normalisht ne duam pikët. Ndaj kryeqytetasve trajneri Cungu pritet ta nisë ndeshjen nga minuta e parë me vrapin në qendërmbrojtje dhe Hoxhën në krahun e majtë të mesfushës. Qendërmbrojtësi do të zëvendësoj Bicajin, i cili ka probleme fizike, por ka zhgënjur edhe me paraqitjen e tij, ndërsa mesfushori nga Kosova do të luajë në pozicionin e Kalas, i cili është i dëmtuar.